Brother Radio. Dëgjues të Top Albania Radio, jemi live në Big Brother Radio me mua Atalanta Kërçiku nga hëna në të premte në orën 20. Për të gjithë ju që doni jo vetëm të na dëgjoni nëpërmjet tingujve të 100 FM, por dëshironi edhe të na shikoni, mjafton të hapni kanalin numër 10 në digital dhe aty do të mund të na shikoni dhe të na dëgjoni me zë dhe me figurë. Të lutem i ftuar Joni Nderit, vendos kufjet. Sepse sot do të kemi një super të ftuar për të biseduar për ngjarjet më të fundit të shtëpisë Big Brotherit. Ai është një gazetar i showbizit dhe jo vetëm, ka qenë dhe pjesë e Top Medias dhe një miku im gjithashtu. Kemi nderin të kemi Angjeli Dikolli. Kënaqësi shumë Atalanta të jem këtu me ty, edhe është e vërtetë në fakt pjesë e Top Medias. Më bashkoj pak këtë rrugëtimin tënd në Top Media. Me kënaqësi. Kam qenë pjesë e Top Medias. Një intro kështu të shkurtër. Kam qenë pjesë e Top Medias. Në fakt e kam nisur këtu në shtëpinë e madhe të Top Channel, në Top Talent, para 6 vitesh në rrugëtimi im, aty e kam nisur para 6 vitesh. Kam qenë ai kompeticioni talenteve. Po, mbaj se do unë nisa atje pas u tërhoqa sepse kishu patë një kontrakt, kështu që duhet të kemi shumë bashkë ato audicionet e kur ishim një turme madhe diku. Po, turme madhe. Pse shkove gjatë? Shkove deri diku? Po, kam shkuar deri në çerek finale. Në fakt edhe ka qenë pikërisht ai momenti i cili ka shënjuar më pas edhe më ka hedhur në këtë tregun mediatik të televizion. Pra rrugëtimi jote dhe hapat e parë janë në Top Media. Më pas ka qenë pjesë e emisioneve normalisht. Po. Si pjesë e emisioneve të produksionit e tjerë. E vërtet, më pas vijoj, pata një eksperiencë në televizionin publik shqiptar, u riktheva sërish më pas në Top Channel, kam punuar. Ore, si duket i ke këtu rrënjën ti dhe këtu do t'i kesh. E ka të magjin. E hodhëm një gjonajer. Top Media, sidomos e ka e vërtet, kështu që është gjithmonë kënaqësi edhe privilegj në fakt edhe kur vi kështu si ftuar, sepse ndihesh si në familje, edhe është një magji e vërtet. Po siç e thash, nga Top Talent, atje ka nisur çdo gjë, edhe vijoj më pas në radio televizionin shqiptar, në një televizion tjetër ku momentalisht punoj, te një nga emisionet e mëngjesit. Nuk e di pse më kanë shoqëruar gjithmonë mëngjeset, në Top Channel kanë bërë mëngjesin në shtëpinë tonë. Në cilë emision ka qenë në shtëpinë tonë, me Albanin dhe me Julkën. I përshëndesim. Gjithashtu edhe në radio televizionin shqiptar sërish vazhdova me mëngjesin, tani në televizionin tjetër sërish jam në mëngjes. Okej. Jam njeri i mëngjeseve. E hodhëm manifestime dhe për emisionet të tjera në mëngjes, duam të marrim Angelin. Angjeli, Big Brother nuk besoj që të ka shkëputuar, normalisht për këtë dhe jemi ftuar, të gjithë shohim Big Brother, nuk ka rëndësi se ku jemi dhe në çfarë pozicioni pune jemi. Si të zhdukur Big Brother? Jemi në pothuajse ke 70 e ca ditët e fundit. Ditët e fundit janë këto ditë që kanë ngelur pothuajse dhe si e ke parë këtë Big Brother? Si të zhdukur? Nga fillimi deri më tani. Teksta nisi Atalanta nisi, domethënë Big Brother gjithmonë është i paparashikueshëm. Edhe gjithmonë sjell surpriza, gjithmonë sjell habi, por teksta nisi në fakt ishin këto personazhet e parë të cilët u futën disa edhe më të implementuar me fushën e medias, disa të tjerë edhe më shumë jo dhe ishin pak të stepur se si do të vijonte në fakt, por me dhënë drejtën Big Brother gjithmonë në zjarr. Edhe e kemi. Është formule programuar për të fituar. Për të qenë suksesshme, absolutisht që po. Edhe me thënë drejtën momentalisht është edhe nga publiku, komente që shikojmë ka një hatat zakonshme, edhe janë ato polemikat e shumë dashur që gjenden po janë të pashmangshme në fakt, sepse hapim rrjetet sociale, Bigu është kudo. Është vërtet. Them një shprehje, Bigu nuk del vetëm frigorifer. E vërtet. Shumë e bukur. Do vazhdojmë të flasim sërish në pjesën tonë dytë, fatmirësisht dhe fatkeqësisht kemi publicitet miq, do rikthehemi sërish. Collagen Pro Plus. Nëse doni të ndjeni më të lehtë në lëvizje dhe më të sigurt në pamjen tuaj, Collagen Pro Plus i tipit 1 dhe 3 është zgjidhja ideale për kujdes të plotë nga brenda jashtë. Vetitë e tij kryesore janë: ushqen kockat dhe nyjet, hidraton lëkurën, rrit energjinë, elasticitetin e lëkurës, ndalon rënjën e flokëve, forcon thonjt. Mos harroni, pas moshës 20 vjeçare, niveli kolagjenit në trup fillon të ulet natyralisht. Prandaj Collagen Pro Plus është i domosdoshëm. Porosit Collagen Pro Plus dhe ndjep më njëherë përmirësimin tënd. Postman, keni një biznes dhe dërgesat tuaj janë pjesë e përditshmërisë tuaj? Me Postman dërgon shpejt dhe sigurt në çdo cep të Shqipërisë, të Kosovës dhe në Maqedoninë e Veriut. E vetmja postë që dërgon pakon nga Shqipëria në Kosovë për 48 orë. Ne kujdesemi për dërgesat e tua që ti të fokusohesh tek rritja e biznesit tënd. Postman është partneri yt logjistik, i shpejt, i besueshëm, gjithmonë i shpejt. Zgjidh Postman për biznesin tënd. Ja tek rikthehemi Angjeli.
Si ajo, si Angel-it. Se më kemi shumë Angel këtu. Angeli, po flisim në pjesën tonë të parë për Big Brother, bëm atë përshkrimin e përgjithshëm për se si të zhdukur Big Brother më tani. Kë shikon ti si aleancën më të fortë në Big Brother? Aleancën më të fortë. Në fakt aty janë krijuar disa aleanca. Disa aleanca, nuk e di pse po shikoj edhe Stenaldo në fakt në një bashkëpunim goxha të mirë kohët e fundit edhe me Stelinën, edhe me pjesëtar tjerë të grupit, por kunatat i shikoj alate, me thënë drejtën. Kunatat për sa i përket Gretës edhe Stelinit, edhe pse nëse flasim për to backstage-et ndoshta ose edhe jetës tyre se si mund ta kenë pasur nga jashtë mund të kenë ndonjë defekt atje. Por ndoshta të njëjtën strategji si nikun e tij po thua? Po këtë doja të thoja pikërisht Atalanta sepse ka ndjekur një lloj strategjie edhe nga Gjesti. Në fillim nuk se kishte shpresa, me thënë të drejtën, Gimbo, se nuk se po i afrohej, ka qenë një djalë i urtë, i qetë, në fregjis në atë pjesën e tij, por nuk se po i afrohej shumë goca. Mendon që rrugtimi i tij shkoi më tutje se ç'duhet të shkonte? Pra, nuk ishte e pritshme që ai të ecë kaq gjatë? Mendoj se po, absolutisht, sepse në momentin që u bë me Selin, dhe Selin është përsëri në kuadër të lojës, stratege patjetër, stratege deri në vdekje në fund të lojës, edhe diti se si ta përdorte Selini, e mori Gimbon afër vetes, sepse pa që atje mund të luhej, edhe Gimbo e pranoi, me thënë drejtën, ra në këtu i di, nuk ka dashuri midis tyre. As Gimbo ndaj Selina, Selin ndaj Gimbos, pra asnjëri ndaj tjetrit. Nuk mendoj se ka një dashuri. Janë të dy strateg, domethënë në këtë lloj, le të themi, loje ndërmjet njëri tjetrit. Po, të dy një strateg, por për sa i përket Selinit, di se si ta tregoj më mirë, ta aktroj më bukur, ndërsa për sa i përket Gimbos, pastaj Gimbo dallohet më lehtë, me thënë të drejtën. Janë këto sjelljet e shtirura që ai bën, këto dashuritë ka cilat në fakt nuk janë edhe aq bukura, edhe aq të vërteta si ai vlerëson energjinë ose si e shpjegohet nga gjuha e trupit, nga gjuha e trupit, patjetër. Atëherë, ndërkohë që regjia përgatit video numër 1 dhe bëhet gati video numër 1 për ta analizuar, ne do të kalojmë te një tjetër temë, e cila është Rogerti dhe roli i tij shkatërrimtar në dasmën ton të shumë pritur. Si analizon këtë gjë? Antagonisti, Rogerti është antagonisti i nevojshëm, e keqja e domosdoshme në atë shtëpi, edhe patjetër që loja e tij e ka treguar këtë. Po për sa i përket pasaj dasmës, ishte pikërisht ai i cili e prishi komplet, shkatroi që prej hedhjes së tortës, e mas andej me debate që ai ka realizuar atje me të gjithë, dhe janë të gjitha këto veprime të cilat na bëjnë të kuptojmë që Rogerti e di shumë mirë që nuk pëlqejet edhe nga jashtë. Ai e di, mendoj që ka ai e di shumë mirë që publiku është duke u rryer, por e di shumë mirë që po bën lojë. Po bën lojë dhe po komentohet masivisht. Po pse mendon që publiku nuk e voton që të largohet ose nuk voton të tjerë që ato ta lë pa vota në rastet varësisht se si është konceptuar për shumë votimin në atë mbrëmje? Pra, kë doni të largoni apo kë doni të qëndroni në shtëpinë e Big Brother? Pse mendon që publiku e lë Rogertin përderisa të gjithë thonë dhe të gjithë ftuarit e mi kanë thënë të njëjtën gjë, që ai nuk është i pëlqyer. Pse mendon se ndodh kjo gjë? Shiko, publiku vërtet e do aty brenda. Vërtet nuk e ka simpati, nuk ka një dashamirësi kundrejt tij për sjelljet që ai bën, por publiku e do aty brenda, sepse një film nuk ka kuptim protagonisti pa antagonistin. Kështu që ai duhet aty brenda me do e mos për të qenë, dhe publiku e do, me thënë drejtën, duam shikojmë dhe pak drama, duam shikojmë sepse ai ditë vendos edhe në limite, ditë edhe një lojtar ku shkon deri aty ku nuk mban më, dhe drama gjithmonë përbën kuriozitet. Edhe patjetër që ai do të jetë aty. Jam i sigurt që dhe publiku prandaj e ka votuar për të qëndruar aty brenda, për të parë se sa të fortë janë banorët aty brenda, dhe kjo është loja në fundit e Big Brother, për të parë se sa të fortë janë për të përballuar një karakter si Rogerti. E vërtet, pra të sfidon deri në limitet e tyre. Ndërkohë, ndjekim videon në cilën Gimbo ka qenë duke biseduar me Mirin dhe me Rogertin në lidhje me dasmën dhe çdo gjë tjetër. Ndjekim videon dhe e komentojmë. Okej. Tha ndaloje dhe ndaloj me të vërtet. A thua sepse që telepatizmi apo nuk e di çfarë ndërhyrjet e tek ne? Regjia, është gati apo të kalojmë në analizim? Duke se u ngesi diçka. Rogerti apo Miri, kush është lideri i grupit? Ndërkohë që ne presim që të rregullohet pjesa e videos tonë. E kalojmë, na shkalojmë videon tani më. E rikthejmë sërish. Kush është Rogerti apo Miri? Cili është lideri i grupit
antagonistëve, nuk e di nëse mund të vëmë një emër të tillë. Mban rekordin Rogerti. Mban rekordin për sa i përket Edhe mbi Mirin. Po, edhe me Mirin do të mendoja, sepse e ka çuar Mirin disa herë se kam qenë edhe duke ndikur në limite, po Përshën që pas e ndikur edhe ti në limite. E vërtet. Fiksa edhe duket se ka triumfuar me atë natyrën e vet, sepse aty është nga këto personazhe Rogerti që nuk i bën suri tër kur i thonë. Edhe këtë e ka vërtetuar. Ndërsa Miri duke njohur edhe nga jashtë, sepse jemi në këtë pjesë në medias edhe kemi dëgjuar shumë edhe banorë të cilët edhe personazhe të tjerë nga jashtë, por edhe banorë të cilët e njohin Mirin nga jashtë dhe është vërtet një natyrë shumë i sjellshëm. Pra është ndryshe jashtë dhe ndryshe brenda në Big Brother. Po, ka një lloj kështu bariere të vendosur kështu psikologjikisht do e quaja, sepse ka sjell një Miri tjetër, është shumë allegro thuhet nga jashtë, ndërsa në momentin që është futur aty brenda e ka një lloj kornize. Dhe kjo mendoj që ka penalizuar. Ndërkohë videon e kemi gati, të ndiqim videon dhe rikthehemi sërish për ta komentuar në studio. Pyetje më. Do të shkë pjesa. Po ja shkë pjesa e produksionit. Larg valla, afroj këtu. Po s'ka rregull. Ta bëj një pyetje më. Te pjesa e Gimbos. Ta bëj një pyetje. Te pjesa e Gimbos. Po ja do ta bëj pyetje. Ja, pak më bën. Te pjesa do ta shiu. O kur duhen ma bën ti, jo. Kjo është arrogant. Jo, kjo është arrogant. Se unë s'u të bëj me ty. Unë s'u të bëj me ty. Unë të fol me ty. Unë të fol me ty. Kjo është arrogant. Unë me fillim. Kjo një pyetje. Kjo është arrogant. Ore një pyetje. Pranoje më. O Gimba mos. Kjo është arrogant. Ja, jo. Miri vet nuk fol, ti dy zangort e Miri. Të duket sikur është një agravim mes tyre për shkak të asaj çfarë ndodhi në dasëm, pra është një reagim më së i pritshëm nga ana e Gimbos kjo gjë? Po, e vërtet, patjetër, sepse i shkatroi dasmën, tani edhe nëse është ka dashuri apo s'ka, siç e thamë pak më parë, i shkatroi, po patjetër. Edhe më duket sikur Gimbo po i hakmeret në këtë moment, po i hakmeret duke u kapur në fakt edhe me këto detajet më të parëndësishme që mund të jenë aty brenda. Më vonë do të flasim për një video numër 2, në cilin regjia do ta bëj gati, është një video në cilën kemi Selin dhe Rogertin për të analizuar, ndërkohë kemi publicitet, do rikthehemi sërish miq, na ndiqni. Gjithmonë e para në stil. Zbuloni koleksionin e ri Spring Summer 2026 të syzeve të diellit. Trendet më të fundit nga markat më prestigjioze, aty ku dizajni modern, teknologjia dhe komoditeti bashkohen perfekt. Këtë sezon gjeni modelin që flet për ju, elegant, sportiv apo bold. Zgjedhja është e juaja dhe lajmi më i bukur. Deri në fund të muajit përfitoni deri në 50% ulje në të gjitha modelet e syzeve të diellit dhe optike për femrat. Na vizitoni dyqanet e Max Optica ose porositë lehtësisht online në maxoptica.com. Max Optica, Max Servision. Rikthehemi me Angelin për të biseduar sërish aty ku e lam, ku na mbeti tek Big Brother ju. Ndërkohë kishim video numër 2, video në cilën nuk e di nëse është gati nga regjia. Besoj është gati, video në cilën kemi një përplasje midis Selin dhe Rogertit. Dhe me shumë të drejtë nga ana e Selin. Duket sikur kjo dyshe nuk e di domethënë nëse i ka kaluar apo jo kufit e lojës, por do ta gjykojmë një herë sa po kemi në studio. Shive sa. Po ishte ky momenti. Po, duket sikur ngecën sërish. Okej, por le të flasim për përplasjet e tyre të mëparshme që kanë pasur më parë, e kuptojmë. Vetëm ai sa më thonë Emi njerëz larg pamës, a kupton? Po të lutem shumë tani. Tek sekonda analizojmë, nuk kemi nevojë të flisni fare, ne dim dhe kush është fituesi. Ne s'dim asgjë. Nuk dim, këtë nuk e di. Është i paparashikueshëm. Po thash të burrësh ata çoja deri në fund. Po, pra, shiko, Atalanta, për sa i përket Selinit, Atalanta. Come la squadra. Më thuaj. E ka një farë të drejtë edhe Selini, do thoja në këtë moment sepse i shkatroi dasmën. Edhe dihet se sa përgatitjet e gjitha gjëra emocionale, duke ditur se si ajo e kishte pritur, por i hodhi që tek pjesa se si i hodhi pjesën e tortës, siç e tham më përpara, por edhe momentet e tjera se si ka gravuar patjetër dhe duan të hakmeren. E shikoj si një formë hakmarrje për sa i përket Rogertit. Por e shikon dhe konkurrent fort, e shikon dhe një konkurrent të fortë dhe patjetër që konkurrenti fort do sulmoj të fortin.
domethënë vërtet është antagonist, por nuk duhet të lëm pa përmendur që ai është një konkurrent i fortë. Mendoj që kjo e favorizon Rogertin, pra këto dhe sulme të mëdha e favorizon ato, edhe pse ne kemi komentuar të gjithë pothuajse që ai është një lojtar të cilët ne e analizojmë dhe e gjykojmë negativisht, domethënë deri diku për shkak të sjelljeve të tij, por mendon se kjo e favorizon ato duke pasur kaq shumë përplasje brenda Big Brotherit? Mendoj se po. Mendoj se po, sepse thash, është pikërisht antagonisti i cili i duhet, edhe nuk mund të dalë në pa protagonistin në momentin që nuk është ky. Por është pak a shumë si Egla, mund ta cilësoja si një Egla. Por Egla fitoi, kështu që Egla është fituese, po ja ku e kemi rastin që ka triumfuar, por ndryshe nga Egla, Rogerti e ka kaluar pak masën, me thënë të drejtën, sepse e ka kaluar pak masën sepse ka hyrë në jetën personale. Normalisht më shumë drejt, sepse Egla nuk kalonte në këto qasje. Jo, në këtë tilla. Mua më pëlqente ajo që edhe kur thoshte diçka e thoshte me shumë ngjyresa poetike. Pra të thoshte një majdanoz. Si një aktore, po. Po në rastin e Selin, mendoj që Selin e penalizon apo e faktorizon faktin që ajo po përballet me gimbë dhe me toneteta ashpra, pasi të thuash po bashkon gjuhën e tij me të sajën. Me Rogertin. Me Rogertin, po këtë drejt, ndjes. E kuptoj, po, mendoj se e faktorizon apo e penalizon Selinën. E faktorizon, mendoj, sepse bie në ndesh me një konkurrent të fortë. Edhe këtu flas për gjuhën e ashpër që përdor, sepse nuk e ke parë videon, por është ka përdorur gjuhën e ashpër. Okej, mirë, këtu edhe mund ta minimizonte, mos e përdorte këtë gjë, po nuk duhet të harrojmë që aty brenda janë emocione shumë të mëdha, amplifikojnë emocionet, bëhen të tilla dhe do dalësh si në realitet, sepse prandaj quhet një reality show, sepse del në realitet. Edhe në jetën tonë të përditshme, në momentin që kemi një person të tillë përballë, ty do të del një fjalë më shumë. Edhe mendoj që këtë masë edhe e ka kaluar Selin. Por e faktorizon, patjetër e faktorizon sepse i shton më shumë ato pjesën e peshës së debatit që kanë me njëri tjetrin, edhe patjetër do kap më shumë prime edhe gjitha këto gjëra që ndodhin. Normalisht. Ndërkohë që regjia përgatit videon numër 3, videon në cilën kemi Brikenën dhe Edisën, në një debat midis dy vajzave, duke sikur ato janë vënë Edisa që kur është futur në bik, duke sikur e ka shënjestruar Brikenën. Mos ndoshta kjo është ndonjë xhelozi për Mateon apo thjesht rivalitet mes dy vajzave. Si e mendon ndërkohë që ne përgatisim videon për transmetim? Është rivalitet midis dy vajzave, patjetër por edhe për sa i përket Mateos më pyet apo jo. Po. Mendoj se edhe do donte të kishte një marrëdhënie me Mateon, sepse duke ditur këto romanca se sa pëlqejhen, mund ta shikonte Mateon si një katapult për të ndërtuar diçka, por ja që Brikena ja ka marrë në këtë moment. Pra mendoj që Disa është xheloze për Brikenën? Mendoj që ka një xhelozi aty. Pra jo thjesht rivalitet mes vajzave. Ose ndoshta është thjesht strategjia e duhur për të futur. Janë të dyja, por më duket se është strategjia e duhur për të futur Edisa, sepse është futur pak më vonë, se normalisht nuk ka se si të gjej vend në atë se ku të pozicionohet. Po, është e vërtetë. Por se ku pozicionohet, sepse është ndryshe kur futesh në fillim, ndryshe kur futet në këtë moment që është futur. Xha loja është ndërtuar tashmë. Por sërish është ai poli i tretë që futet në një trekëndësh, edhe në këtë moment që është duke u përfolur apo se si po faktorizohet për të futur mes çiftit, sërish mendoj që është një farë strategjie nga ana e saj. Po Mateo si të duket në këtë Big Brother si personazh? Mateo një djalë tipik shqiptar, me atë mentalitetin tipik shqiptar, por nuk e di pse Mateo më duket i sinqert. E thua për gjykim këtë gjë apo sepse Jo për gjykim, jo. Mentaliteti tipik shqiptar i diemve është, le të themi, jo shumë feminist, shumë terminologji tjera. Po, në fakt ai nuk është se s'ka treguar një anë të butë ndaj gocave, ndaj vajzave në atë Shqipëri, jo për të pjesë. Mateo më duket pak naiv, do i quaja unë Mateo, për sa i përket. Çfarë mendon që po bën Brikena që ky që kërka kaq naiv sa nuk po e kupton? Sepse nga ana e Brikenës nuk shikoj fare një dashuri apo një gjë të tillë, domethënë dhe gjuha e saj e trupit, momentin se si ajo i përqafon si qaset, si sillet me të duket komplet është e shtirur, është komplet e shtirur dhe absolutisht vazhdoj të jem radikal në këtë pjesë, ndërsa nga ana e Mateo shikoj një lloj ndjesie. Ka një lloj feeling, po patjetër se ka këtë pjesën, mund ta ketë edhe nga jashtë, duke ditur atë histori. Personalisht vetë jo. Po, njoh. Kënjë. Ardit Murata. Arditin, kemi punuar bashkë në të njëjtin program. Përveç Arditit? Malin e njoh. Si të duket Arditi dhe Mali? Domethënë në jetën reale dhe në jetën
Në Big Brother. Jetën e Big Brother. Po më saktë isha pse e thep kështu. Po jetën e Big Brother tamam. Po Arditi, duke njohur se kemi punuar edhe kur punon e njeh një person. E shikoj pak të stepur tek hapat e tij të parë se si e ka nisur, po Arditi është strateg, Arditi është shumë komunikues i mirë edhe i shikoj që është përmirësuar nga dita ditë sepse është ndryshe tash siç të futesh në fillim si të futesh tani, por mendoj që kuptimi ti do të jetë i gjatë, meqense flasim për një person që ndjenja. Me sa po shikoj nga dita në ditë, po përmirësohet. Jo, nuk është i rrezuar Arditi absolutisht sepse po fillon të faktorizohet, shkon afër debatit, shkon aty ku mendon se polemikat janë më të ndezura, janë më reale, janë më të bushme, janë pikërisht ato të cilat duhet merren më shumë parasysh dhe ai kap këto pjesë. Është strateg, ashtu siç kundërse është Arditi edhe në jetën e tij të përditshme. Shkurt dhe Malin një fjali? Kurse për Malin pastaj një artist i ri, ajo siç është kështu kontrovers, siç ka qenë gjithmonë edhe në jetën ka do të ruaj pak atë mentalitetin e një djalit të mirë. Pra të dy që kërkan njësoj, mendova se prisja në një live, në një gjë kështu nga këto që ai është ndryshe në realitet, ndryshe kështu. Arditi është pak më ndryshe. Është për keq për mirë. Kuptim, është pak më shkathët aty brenda se e shikoj pak të fjetur, nuk e kanë nxjerrë akoma. Ardit Ziluani vlla. Ziluani nxjerrë se mundesh. Do rikthehemi sërish miq në pjesën tonë të katërt dhe të fundit fatkeqësisht. Na ndiqni Big Brother Radio. Nëse jeni në kërkim të apartamentit tuaj ideal me standarde të larta ndërtimi dhe kushte fleksibël pagese, Lita Construction zgjedhja që bën diferencën. Lita Construction ofron apartamente moderne 1+1 dhe 2+1 të konceptuara me kujdes në çdo detaj, cilësi e lartë në çdo element, materiale premium të përzgjedhura, izolim maksimal termik dhe akustik, ndërtarë cilësore dhe instalime moderne, planimetri funksionale me ndryshim natyral optimal. Apartamentet Lita Construction janë ideale, mundësi fleksibël financimi, financim me bank pa kolateral ose pagesë me këste direkte pranë kompanisë. Ne bëjmë procesin më të thjeshtë, më të sigurt dhe më të arritshëm për ju. Zgjidh cilësinë, zgjidh sigurinë, zgjidh të ardhmen me Lita Construction. Rikthehemi miq në pjesën tonë të katërt të fundit fatkeqësisht, koha ikën shpejt këtu, por ne duam shumë të analizojmë sa më shumë për Big Brotherin ton, i cili nuk rresh se na surprizuari. Po flisnim për personazhe të tjerë, nuk e di nëse kemi harruar ndonjë gjë, gjithsesi në rast se ke diçka për të deklaruar, kujtohu dhe më thuaj. Unë ndërkohë vazhdoj me pyetjet e mia, të cilat janë si më poshtë, 2 pika vis hapësirë. Atëherë, Selin Miri, s'mund të rrini pa prekta. Jo, na falni, por deri në fund do e bëj këtë pyetje. O dua të gjej një analizim, një kënd, një vështrim që nuk e ka thënë dikush tjetër, o bjerë vtis. Më thuaj, si të duket ky dyshje? Sot ishim bërë një debat ashpër, por për shkak të një problematike që kemi me videot tona, nuk e di pse, nuk dash kërkan sot, por më shumë kohë për ne për të folur. Më thuaj. Okej, më shumë kohë për ne. Shikoj, për sa i përket Selinit edhe Mirit, nisi si një edhe në këtë rast si një strategji, ata të dy e dinin se sa do përfliteshin, është kjo pjesa e moshës, edhe duke ditur që është disbalanca e moshës, gjithmonë përflitet të publik. Edhe këta e nisën si një lloj strategjie, mendoj që e kuptuan që u ezaurua, u mbush dhe nuk mban më, kështu që kaluan deri më pas edhe Selini po përdor momentalisht gimbon, sepse e pa që me Miri nuk kishte se ku shkonte më, domethënë. Mendoj që e ndjeni edhe nëpërmjet prajmeve, edhe nëpërmjet komenteve të Ledionit, të opinionistëve, ndjenin ata se sa publiku po fillonte të kuptonte këta të dy si një çift që po ndërtoheshin me njëri tjetrin, apo qoftë edhe nga ana tjetër publiku që edhe nuk e kuptonte këtë. Pra, e ndjenin pjesën e polemikës të publikut. Edhe e ndërtuan ashtu këtë lloj strategjie. Tani po i shikojmë që janë bërë rival me njëri tjetrin, nuk e di nëse mund ta themi që ka vërtetësi në këtë rivalitet apo nuk ka vërtetësi, por realisht mendoj që kjo pjesë është normale që edhe të ketë. Pyetja $1 milion, se mendon që Miri ka ndjenjë për të? Bazuar gjithmonë tek ato vështrimet tër stepje, nuk e di si mund ta them, tër inat, ndoshta pse jo, ndoshta ai e ka qëndrimin të atij dhe ne e konceptojmë vetëm në bazë të mënyrës se si ngryset tiparet kur ne e shohim nga jashtë, por flas për në përgjithësi në rrjetet sociale, thuhet gjithmonë që ai shikon se si qëndron, shikon si e shikon, duke sikur po e shikon po i ha me sy, po, ose shikon, jo, tani më flas për kohë të javës të fundit, ose shikon si e shikon kur qëndron kjo me gimbon, si të duket? Si një lloj xhelozie, po, nuk mendoj se është një xhelozi e mirëfillt, se nuk është se mendoj që është xhelozi loje thjesht, si ku i mori një alat të loje, shumë e saktë. Kjo si një xhelozi loje me e saktë. Komplet. Si një xhelozi loje, kështu e përshkruaj edhe unë, sepse mendoj që në momentin që e shikon gimbon që po afrohet më shumë, ai e kupton. Mua më duket edhe shumë intuitiv.
Miri. Shumë. Edhe intuita e tij arrin të shkojë deri në atë moment sa arrin ta kuptoj që Gimbo po ja merr Selinin në lojë. Meqense s'kemi shumë kohë dhe kuptova pak a shumë ku po shkoje, ndjes që po të pres, por më thuaj në rast se sot do të ishte finale e Big Brother, sot, nesër domethënë, nesër, kush janë 4 finalistët dhe kush do ishte fitues? Në rast se të shtunës do ishte finale e Big Brother. Okej. Kjo është pyetja që bëj unë, domethënë, Arbri bën vetëm bëj timës. Stenaldo, Selini, Miri. Miri. Dhe? Okej, të futim dhe Arditin. Haj 5. Jo, s'ka miq. Po mirë, mendoj se mund të jetë edhe Miri. Po mirë, okay. Miri Arditi. Miri Arditi. Okej, pra këto janë Miri Stenaldo, Selin, Miri Arditi 4. Po. Okej, dhe kush fiton? Edhe mendoj që Stenaldo. Nuk e di pse unë mendoj që Stenaldo mund të jetë fituesi i këtij edicioni. Jo vetëm sepse është një person me aftësi ndryshe, i verbër i parë me stadium në tërsinë e Big Brotherave dhe në botë, që mund të thyente këtë tabu, por jo, mendoj që është vërtet lojtar i fortë. Artikulimi i tij është i papar, argumenti i tij është realisht një person me pavarësia e tij, mënyra se si ai qastet, mënyra se si ai përballon debatet, forca e tij, argumenti, dhe realisht e shikoj Stenaldon si fitues. Është realisht për të duar të preferuar Dies, por që janë prezantuese këtu, por edhe unë njëri kam preferencat mia. Angeli ishte po. Ishte i mrekullueshëm për sot. Falenderoj shumë, ko ikën shumë shpejt. Këtu ikën shpejt kur kënaqesh. Po, rrjedh. Ishte shumë i këndshëm dhe uroj të shihemi sërish. Faleminderit, me kënaqësi. Miq, ishte gjithçka për sot. Ju falenderoj shumë që na ndoqni. Mos harroni nesër kemi Big Brotherin live. Nga unë Atalanta Kërçyku, natën e mirë.